Vizitor vendase të huaj vazhdojnë të eksplorojnë natyrën e egër, florën e veçantë së bashku me faunën, monumente kulture dhe natyre në pogonin malor të bashkisë së Dropullit. Sipas vetë banorëve të zonës, muajt e verës gjatë këtij viti shënuan fluksi vizitorës në fshatat e pogonit. Kishte vizitorë si vjetë, të paktë, po kishte lëvizje. Edhe vinin, edhe iknin, kishin kaluar dhe në Qëminj, ndenjën një 100 vet atje, edhe kaluan mirë, dhe vinin dhe këtu të naqa po pinin në një kafe. Beari ka qenë i mirë, i mbushu, se kishte edhe nga Poliçani që erdhën fshatarët nga Greqia. Vizitojnë kishin tonë, fshatin tonë, të gjitha lagje, të gjitha kisha që kemi në fshat, vizitojnë muzeun që kemi. Mirë po, si rallëherë, vizitorët vazhdojnë të vinë në pogon edhe gjatë muajve të vjeshtës. Ka dhe tani në vjeshtë, ushtuan dhe andea nga që vinë me kuaj tek Polivakit dhe Tasha, edhe këtu vinë disa... Kalojnë shumë bile, edhe për ditë kalojnë, për ditë. Ka lëvizje plot. Njësia administrative e pogonit ka në jurisdiksion e saj territorial 8 fshatra, ndërsa prej vitit 1993, fshati Opsat nuk ka asnjë banor. Në muajt e dimrit numri i përgjithshëm i banorëve është më pak se 200, nga 2350 që janë të regjistruar në regjistrin themeltar të gjendjes civile.